Në datën 2 na lanë, në datën 2. 3 ditë sot. Datën 2 ka qenë ora 5. 5 e pak. 5 e pak. Më vjen çudi se të djeshmen asaj dite, ajo ngrit me kemë të saj, më vjen çudi. Ngrit doli jashtë beri ujtë edhe vajti ushtri prap në krevat. Se të nesmen as kishte futur asgjën, as kishte. Fjalët e fundit të gjyshes ishin këto. I kishte thënë Besës, asaj Besës, të xhaxhait të madh, çupa xhaxhait të madh. Kishte thënë Besës, i kishte thënë që të bësh, të mos mi lesh punëtorët e varrit pa kulaç, do t'ju bësh kulaç punëtorëve. Edhe nusës i kishte thënë atë herën e fundit, kishte thënë dua të më bësh një petanik me pulë. Këto ishin fjalët e fundit të gjyshes i kishte thënë. Dua petanik me pulë i kishte thënë nusës, edhe të bijës të nusës i kishte thënë shumë Besës, i kishte thënë duash punëtorët pa kulaç, t'ju bësh kulaç. Kjo ishte çudi. Çudi be. Sa vjeç ishte, ca e madhe ishte, goxha e madhe ishte. 91 vjeçe ishte. Moshë e madhe, po prap se prap. Unë nuk e di ç'a t'i them, unë jam falenderues për atë gjyshe, ajo për mua ka qenë si fat. Si fat, për mua ka qenë si shoqe, për mua ka qenë gjyshe, ka qenë gjitha, më ka sjellë shumë fat, më ka lënë uratën se e shoh që më ka lënë uratën. Ishte mjesheve, si na ka bërë si me qeshe dhe me qarë. Mua më mbushin syt me lot edhe para se ti ikte shkreta. Kujtoja ato, shkoja vitet prapa aty dhe thesha sa bukur ja kam kaluar ato vit dita s'do jetë me dhe to më mungoj shumë, mbushin syt me lot prap para se ti ikte shkreta. Se dhe mos ato ditë që ishte sëmur njëra, tere përlotësha dhe, jam përlotur edhe atere. Jam përlotur disa herë atere. Sa hyri ky vit, data 7 janar, që kjo zonja që bërë aksidentin unë në shkreta dhe kjo ramet pas t'iku dhe kjo, pas 1-2 ditësh filloj edhe nënua, be çudi më vjen, filloj edhe nënua tonë, filloj fliste me njërë, me këshu, shikon të gjera këshu. Edhe aty e filloj u sëmur, filloj u sëmur, mere për dita do të vinin hallot e çonin në spital, se unë s'dilja do t'isha marrë shtëpi i shkreti. Qa të bëja unë i shkreti? E çonin dhe çonja 2 herë, u bëj një herë mirë, morë me ilaçe, në dhanë ilaçe prapë zberën gjepër. Vojti ajo një 2-3 muaj, nga frymarrja kishte terën. Nga frymarrja kishte terën o çuna. O njerës, çuna goca. Nga frymarrja kishte. Ka shkruj Zoti, sa na i ka shkruj ditë Zoti terëve, Do vi dita, jemi të rinë sot, nesër do vejmë në jetë të mesme, pasaj do plakemi, edhe këshu është e gjitha, po u plake, aty, afërje. Afër. S'ke qati përsh jeta këto ka. Të gjithë na mungon një dashurion që ta kishim mundësin ta takonim edhe një herë për të shmallur. Fort të bëjmë, që të bëjmë. Kam e të shpërblim. Ma uratë më kalene në. Edhe i gjyshi i shkret, atje i shkreti
që me iku para 20 ditëve, sa para 45 ditëve më merrtem telefoni shkreti para se të ikte. Para 45 ditëve i shkreti, më merrtem telefon të habir ke babaj, si e habir ke babaj, po në nuasi ashtu. Mirë. Po mirë i thesha unë mirë. Gjyshit. E ndjente dhe i shkreti, më merte telefoni shkreti. Ta shikoja gjyshin tim si ishte berë, nga ajo sëmundja e tumorit është e keqe, çuna. Kam pirë shumë cigare këto ditë. Edhe më qiro fare, cigare Manato. Cigare Manato kam pirë. Faleminderit gjithëve për ngushëllimet. Faleminderit gjithëve, faleminderit. Migueli erdhi ja. Faleminderit gjithëve, faleminderit. Jo, mos u mërzisni, të vazhdojmë. Të bëjmë gallata me Miguelin. Do vazhdojmë t'japim publikut akoma pozitivitet, po si t'ja bëjmë me këta bre Shqipe, me këta negativat bella, o Senat i Seni, o gjigant. Ma kthe fallon o Senat se një dit i hoqa të teri bera zero që të pastroja sa që kisha njërës kotje, kisha sa njërës, rofsh. Qar keme? Do rije pak. I ku në lanën, abe. Ngushëllime, faleminderit malësia. Unë, deri me tani, për gjyshen, për disa pjesëtarë këtu, për disa tiktokera që duhen falenderuar, që me thënë drejtën që kanë qëndruar tamam njerëz. Ju falenderoj atyre tiktokerave që kanë qenë pozitiva, që nuk kanë sharë asnjëherë gjyshen. Asnjëherë, ata meritojnë respekt. Ata lloj personash meritojnë respekt. Kurse këta që më kanë sharë rrenjë deg mbi disa vite rresht që kam qenë këtu në rrjetet sociale për audiencë e për fan, për famë, këtë kuksi, faleminderit gjigant. Vafshi në therr, inshallah ja preftë rrugën në një gjë e keqe edhe vafshin, më falni për shprehjen, se burra jemi tani, vafshi në pidh të kurvës, se na i kanë shpën shpirtin më të hundës, duke na sharë, duke na ofenduar pa i bërgje, sidomos gjyshe njerë, nuk bëhet kështu, vëllezër dhe motra. Ata nuk mund ta quash as shqiptar as gjë për gjë ata, lloj tipi. Korçare, faleminderit o Korçare. Nuk mund t'i quash njerëz të lloj tipash. Faleminderit Shqipe. Shumë, u bën nxehtë sot të çudi, do bjerë në një shim duket. Nuk ka vlen të merresh, po unë nuk duroj dot be në ndonjë herë, kupton, edhe marr zjarr shpërthej.
se di kujt i kërkojnë ndihmë, po valla. Po këta duhen kapur e duhen degeneruar një herë të vetme, valla, kupton? Duhen kapur. Duhen degeneruar një herë të vetme. Ti kapësh, ti japësh një dru të mirë, një mësim të mirë, se ndryshe nuk marrin vesh këta. Po atë dru që t'ja japësh njëre mire, njëre për gjithmonë. Kështu e meritojnë këta. Faleminderit o Shqipe, faleminderit. E meritojnë. Atyre edhe plumin t'ja u fusësh nuk do të vi keq fare. Se janë zullumqar. Po i bjet bësh burg për legena, ta kupton? Që nuk janë sa njerëz që ti vrasësh edhe s'duhet bësh burg për ta. Po ta kupton? Janë njerëz që nuk duhet të ekzistojnë në këtë botë. Janë njerëz që përcjellin vetëm negativitet në këtë botë. Ne si shqiptarë, shqipe, duhet përcjellim mes njëri tjetrit vetëm pozitivitet, asgjë më tepër. Ta duajmë njëri tjetrin, mos ta kemi me të futur njëri tjetrin, të qajmë, të qeshim me ta. Po jo, tani të bëjmë, t'i bjem me qafë tjetrit pa na bërgja. A kupton? Si popull duhet t'i rrim njëri tjetrit afër, duhet ta suportojmë njëri tjetrin. Aman. Malsia, faleminderit Malsia. Unë mendoj për këta tipa që janë ca njerëz që nuk i përkasin popullit shqiptar. Të janë ca tipa që nuk e di për nga janë me vërtet o shoku. Kanë dalë nga Llumi këta, nga Balta, nga kanë dalë këta olla. A ke ble shtëpi, be shtëpia e vjetresh këtu. Unë fle aty, ja, këtu mu flinte gjyshja. Këtu ku fle gjyshja fle unë, këtu fle unë. Këtu flinte gjyshja, e dini shumë mirë juve, ja. Këtu fle unë tani. Është bërë që i kërëmuj dhoma, dhe ta pastroj mamaja tani. Edhe, këtu flinte gjyshja. Është krejt, ramet pasta, ty flinte. Ja. S'kan morale ata bre. Po mirë ata o motër, mirë ata o malsia. Fal, mirë ata o malsia, se po këta të tjeri që i suportojnë bre, më vjen çudi si arrin të suportojnë një njeri që nuk ka fytyrë më vlla. Që të arri të ofendoj qyshen e tjetrit o vlla, të bëj gjëra pa lidhje, të pahishme, je njeri o shok, thiri mendje sare. Edhe unë do them një gjë. Brem Semi më ka ardhë më ka respektuar. Brem Semi më ka ardhë më ka respektuar. Se jam i parja si fundit për te që më ka respektuar. Po unë di t'i them një gjë Semit. Mua më respektove, më ndimove, më ke gjujtur e më ke respektuar, ta di për nderë për gjithë jetën është. E unë e di që Semi këtë grecën se ka respektuar as një herë. Kupton, nuk e ka respektuar, se e di çfarë zullumqari është. E di çfarë zullumqari është. E di çfarë lloj tipi është. Po edhe Semin, edhe pse kanë dalë kanë ofenduar, të shkretin prap se prap ka vajtur, kanë pasur i ka respektuar ata, po kanë dalë kanë shartë të shkretin. Kjo është gjë shumë e rëndë. Një njeri o vlla që të respekton aq shumë o vlla, që të suporton aq shumë, të tjetë, i thot, kjo i bie për ndihmë ty, kur të ka respektuar Semi që të ka hedhur 1 milion pikë në një lojë, i bie të ka dhënë një dorë ndihmë të fortë vlla.
Rëvëzë dhe motra, kuptoni? Mark do të shkruaj pastaj, asa do ta mbyll live-in e për pak. Do ta mbyll live-in për pak. I shtyra beca muhabet me njerëzit. Okej. Këta janë hiena, janë një pjesë shumë kanë dalë kanë ofenduar valla. Janë njerëz si kur ju bie interesi, mos me shku me të shajnë të ofendojnë. Këta lloj tipash janë. Ore rroft TikToku ata për zotin valla. Rroft TikToku atyre valla, sa ata do kishin ngordhur për bukë valla, se s'janë në gjendje as të punojnë, kurse Klevisi se ka problem mbi të gjitha. Se unë jam rritur me punë. Unë këto 3-4-5 vjet që isha me gjyshen, që e kam ndihmuar, që kam qëndruar afër me te, kam pas para se të jem TikTok, kam pas shkuar të punoja unë punoja. Qatë mdilte për para, ndërtim, bujqësi, blektori. Se ka problem, unë ja u tregoj edhe me fakte. A kuptoni Shqipe? Ja u tregoj me fakte. Themi, një pjesë i rroft TikToku. Një pjesë. Ta zullumqarët që shajnë ofendojnë një rroft TikToku, se po të mos ishte TikToku ta do kishin ngordhur për bukë. Sidomos edhe ky, Laluci nga Lushnja, nuk kam gjë me lushnjarët, jo, se ka pyll pa derra nuk ka edhe njerëz të këqin korç sa dush, nuk e kam as pak për të gjithun. Po, ky Laluci Lushnjës do ishte akoma duke punuar e duke bërë sufllaqe në aty në një sufllaqeri, kupton? Do ishte duke bërë sufllaqe. Tani u bë yri këtu. U mblodhen gjithë e respektuan e suportuan, u bë me lek legjeni, e kupton? U bë me lek. Më rregull. Po dia, për faleminderit paktën. Po mos dil këtu tani e të shashe të ofendosh një gjyshe që s'ka hije. Nuk e njeri, je kafsh i bie. Tu rrit, të hipën pordhet. Tyre legen. Të hipën pordhet ty e legen. Tashi, edhe s'të plas trapi ty. Shkoni mërë quna. Po i këta nuk janë njerëz, se këta janë kafshë shoka, kupton ti. Unë s'kam da... Onese, varlisht, faleminderit gjithëve juve për komentet e mira të lektë si muhabetun. Ju e dini edhe vetë qa fytyre janë ata. Mundësisht ju bëni edhe report atyreve, po t'i shifni. T'i bëni report atyre. Në për akaunte, bëni report të quna. Goca, bëni ju report. Mos lini njërës negativa këto. Bëni report. Njërës që përcjellin negativitet nuk kanë shna hy në punë. Njërës që përcjellin negativitet nuk kanë shna hy në punë. Respektoni në një që vërtet e meriton, që ka zemre madhe, që e meriton, që nuk u përcjell negativitet, që nuk është shembull i keq për shqiptarët. Unë për veten time ju e dini shumë mirë, unë jam djalë pozitiv. Kur jam bërë në një negativ, jam bërë negativ sepse më kanë detyruar, më kanë rënë në qafë, pa jo për gjë. Edhe këtë kam bërë, i kam dalë, i kam ofenduar, ja kam kthyer ashtu siç e kanë merituar. Pastaj ta bëjnë gangon, e kupton? Po kuptoj shumë mirë pse e bëjnë për vëmendje, jo për gjë. Janë munduar gjithmonë të më ulin, të më çojnë poshtë. Gjithmonë janë munduar. Kanë nxjerr thashë theme për mua.
Kanë nxjerrë shty lilla afesh për mua që s'kan pasur lidhje kurrë me mua, kupton? Kur dhe në arresti shtëpisë, nuk e di për zotin. Nëse, faleminderit gjithëve ju o shqipe. Sa dorojmë do ta kujtojmë. Do na mungoj gjithëve, jo vetëm mua, po edhe juve me sa shoh, po ju mungova shumë që sot, që këto ditë në fillim, se e kuptoj ju ka dhënë ju ka dhënë diçka pozitive nëna. Ju faleminderit gjithëve që e doni nënën time, si nënën tuaj. Respekte, ju ruaj Zoti i Madh. Faleminderit gjithëve. Faleminderit gjithëve, faleminderit. Toni, faleminderit o Toni. Faleminderit o Toni, faleminderit. Aman. Jetë për muti kjo be shqipe, jetë për muti për zotin Allah. Hapi edhe kështu është. Ngrysu gdhiu. Në ka bërë si për të qeshur, si për të qarë, të gjitha. Në i ka bërë shkreta. Ramet past. Kishte ato të mira të shkreta. Ka lënë shumë të forta. Nena. Edhe ju faleminderit për gjithëve që ju një dini që hyni vini të rinj, se kështu është live, dalin e hyn. Juve që ju ka lënë gjyshit, t'ironi edhe ju t'i kujtoni, inshallah. Paçi në zemra di që u dridhet për gjyshit, se gjyshit janë një dashuri e madhe, janë në zëvendës prindër për ju. Për ne janë zëvendës prindër gjyshit. Faleminderit o shqipe, faleminderit. Unë do ta mbyll një herë ma për zotin va. Edhe në njështë që kanë bërë me nxjerrje, ta nxjerrin a vetja të shkretin, pa klevisi vallaj. Thoni që doni, po. Klevisi e ka, sedra në shoku. Bitë qifa, troni të kujtoni, faleminderit o shqipe, faleminderit. Oj, pim një cigare, bashkë me juve edhe. E mbyllë? Jo, se kam mbyllë, po ikë se... Mbyllë një, në nani mi ka dhe maja dy kafe. S'kam, be. Miguelit kërkoj. Shtu dhe një, mami. Ikë, bre, ikë, mama. Ikë, ja ku e kam edhe mamanë. Ikë, mama, s'do të tali live. Po kërko Olsi, ja se do ju njërë me Olsin. Ku është? Ja, s'qa nga live Olsi, pse thoni kërkon Olsi? Mbyllë? Jo, bre, ikë se kam mbyllur. Limber ratës jam Terezi. Po s'kam, bre! Nuk kam, jam 0 sot i qetha. Pastaj, kur t'vi Migueli, unë s'dallë dhe a i ka. A i është menagjeri, s'jam une. Të vi dhe të shkojmë bashkë të varezat. Mirë se të vish, për zotin. Mbyll e bederen edhe të ri jashtë një 2 minuta sa të mbyll live-in unë edhe ik ri që kja.
O Darvi, të na hajen mu në Mokra ajo e Rjeta, bashkë me të Luanin 07, janë 2 pemë pa kokra, ore. Unë Luanin 07 ja kam bërë benë. Faleminderit Dori. Unë Luanit 07 ja kam bërë benë. Ja kam bërë benë. Ati Luanit unë 07 ja kam bërë benë. Veç mos më dalë përpara. Se e mbani mend të Shqipe, e mbani mend këta, sa më ka ofenduar dhe mua i ka goxha vite që më ka sharë. Është një nga njerëzit në TikTok, është legend burr, legend mashkull, budalla, pianik. A kupton? Mo vetë mos më dalë përpara. Unë do ta bëj për i bret ata, do ta vras fare atë, që kurvën ati. Kaq, e mbani mend, ju doli përpara disa grekëve, çunarak ishin.